Ishte një nga premtimet e mbajtura të Florit, kur më tha hajde blonda se duhesh. Se di pse duhem unë, pikërisht unë, po gjithsesi ai pa diçka, e tha hajde, tha se jemi të gjithë aty, gjithë secili ka gjërat e veta dhe edhe gjithë secili ekziston në mënyrë paralele pa i zënë gishtat njëri tjetrit. Ndryshe nga çdo pritshmëri, dhe këtë e them më hapur edhe nuk më vjen keq fare, sepse un kam qenë, le të themi, përafërsisht një 7-10 organizata të ndryshme, edhe të gjitha janë e njëjta gjë. Edi Rama. Është gjithmonë dikush që do të mbajë çdo lloj gjëje. E kupton që merr 10 kukulla rreth vetes, domethënë, edhe i do aty thjesht për të thënë që shif se un kam këta, edhe çdo vendim do ta marrë vetë. Me kalimin e kohës, gjitha jam larguar nga të gjitha. Po kësaj radhe bëri shumë çuditse, unë kam vërë edhe për tematika ndryshme, si për ambientalizmin apo tjetrën, domethënë, aty janë persona që thjesht vazhdojnë bëjnë atë që dinë të bëjnë më mirë, as nuk mërziten, as nuk janë agresiv. Është shumë e rrallë për shqiptarë, o bledar.